Të dashurit e mi, gjithnjë bëhet më lehtë kur besimtari bart një shpirt besnik e fisnik, të dashur e human. Kënaqësia më e madhe është t'i pritësh njerëzit me ngrohtësi, me dashuri, me mbusqeshje, me sjellje, me edukat, me kulturë. Ky është Islami ynë, dashurit e mi. Islami është të veprojmë me të. Mos të mbetet vetëm një bindje që din me u bagazhu në gjoksat e tonë, apo mos mbetet vetëm fjalë sa për të thonë, po gjithnjë duhet të shërbej bindje dhe fjalë që është për të praktiku dhe për të nxjerrë në vepra konkrete. Të dashurit e mi, kemi mbet në javën e kaluar te hoxha i madh i shqiptarve Shkodran, Hoxh Qazim Hoxha, i cili një ditë ka bërë 2 lutje interesante. Nga lutjet e para ka thonë: I madh i Zot, të lutemi që çështjet, problemet e tona lena i ndorë tonë, ndorë të muslimanëve. Mos i le çështjet e tona në duar të huajve. Sepse molla Jakupi i ndjerë, thëjke, kur të mbetet në dorën e të huajve, ti dush me menu me kokën e tyve. Ti nuk dush me ushqy me dorën tane, mirë po me dorën e tyre. E pastaj ata të qesin sa të dojnë, edhe kur të dojnë, edhe çfarë të dojnë. I madh i Zot, çështjet e tona lena i ndorë tonë. Është zgjidhja më e mirë, më perfekte. Dhe e dyta, o Zot, të lutëm, mos ma sjell të mirën nga njerëzit e këqij, sepse pastaj mu bohën të dashur në zemrën time. I madh i Zot, mos na mundso me marrë shërbime nga njerëzit e këqij, se pastaj ata du të mi nderu e du të mi respektu, e du të mi falenderu, e du të mi dasht. E na jemi të prim, të destinuar, të krijuar për me dasht të mirën dhe me dasht të mirin. Me mundsu që me shtu të mirët dhe të mirën. Të dashurit e mi, rënja e qytetërimeve nuk fillon me shembjen e ndërtesave apo dobësimin e ekonomisë, por fillon apo nis në çastin ku njerëzit shpërfillin vlerat, shkelin ato mbi të cilat është ndërtu ky qytetërim. Shpërfillja fillon atëherë kur fillojnë vlerat me una përkamb, kombëtare dhe fetare, familjare dhe njerëzore, kur fillohet me u distancimi nga vlerat e tona të mirë të fillta, fetare, kombëtare, familjare dhe njerëzore. Në moment kur ne nuk etiketohemi me vlerat e tona, mirë po i përbuzmi dhe mundohemi me i marrën të tjerat, atëherë shkatërrohet dhe veç ka fillu me u shkatërruen një qytetërim dhe një civilizim. Të dashurit e mi, në moment kur drejtësia, mirësinë, mëshirën dhe dinitetin e njeriut e shkel masa, atëherë vetëm o shkatërru qytetërimi që është ndërtu me mund dhe për shumë vite. Këto parime humbin, qytetërimi fillon të shembet nga brenda, sa do i fuqishëm dhe i përparuar të duket. Ai vetëm fillon për të largu dhe të njëjtën kohë për ta humbat vlerën që e ka. Të dashurit e mi, ditët e vështira do të formojnë një njeri që nuk përkulet dhe nuk dorëzohet, thojnë ulemaja. Momentet e vështira, edhe në historinë tonë kombëtare,
po edhe në historinë njerëzore, po veçanërisht edhe në historinë fetare, momentet e vështira kanë prodhu djemë dhe vajza që kanë lanë gjurmë të pashlyshme në histori. Dikush mundët me ngritë zërin sot, dikush që thot popli mundët me qu plohën sot, mirë po historinë aty e burrave dhe atyve grave kur nuk mujnë me shpërfil. O që ka dush flatrat më dalë, ato data, ato momente nuk përsëritën më. Janë ka njerëzit e përzgjedhur që i lumi Zot o a ka bot mundër me e ban atë punë. Nuk përsëritën, e jo në është me nderu, me respektu, e jo në është me i vlerësuën edhe me i çmuan. E ditët e vështira do të formojnë një njeri që nuk përkulet dhe nuk dorëzohet kurrë. Forca e vërtet nuk lind në ditë të lehta, thojnë ulemaja. Forca e vërtet nuk lind në ditë të lehta, të ngron mesh. Jo, na përflad. Jo, dashurit e mi. Por në ato momentet më të vështira, lindin njerëz të mëdhej. Shiqani, në varfërinë e skajshme që e kemi pas, kanë lind adhëtar, kanë lind fetar, kanë lind dietar, kanë lind burra që ne në asnjë formë dhe në asnjë moment nuk mundemi me i nënvlerësu dhe me i anashkalu. Edhe sot edhe dje, në momente varfënie dhe nga ato familje të varfëra, kanë dalë dietar, kanë dalë njerëz të lapsit, të pendës, që i kanë dhonë leksion dhe po japin leksion mbar botës mbar. Për këtë, let jetë edhe një mësim me të gjitha këto mundësi dhe dhunti që i kemi e që na i ka dhuru Zoti, e vladve tanë me ju plotësu kushte vetë sa ka nevoj, jo për ta shpërfillën ata, mirë po për t'ju dhonë më shumë dijes. Sot fatkeqësi e madhe, fëmiju ndoshta nuk po shkon edhe në shkollë, nëse se ka nana apo baba kerrin për me dërgua dejtë e shkolla. Sot me një par këpuc, apo me një pal pantallona, nuk po shkon 2 herë apo 3 herë nuk po shkon në shkollë. Gabimi madh. Ne i kemi mësuan edhe po i mësojmë vesh për të drejtat që po i pretendojnë se na takojnë. Mirë po nuk po i mësojmë për përgjegjësit dhe detyrimet që i kanë ndaj nesh, ndaj familjes, ndaj fesë dhe ndaj adhejot. Të dashurit e mi, një prej njerëzve të devot shumë o pyet një ditë për sprovën. As njëri nga ne nuk jemi të anashkaluar nga sprovat. Fatkeqësisht që një pjesë e madhe e jona sprovën dhe kaderin e Zotit nuk po e kuptojmë drejt. Neve po e cilësojmë si kader të Zotit dhe si sprov një anashkalim timin, një pakujdesi timën. Po i thëmë, ko ka kone shkru me prej Zotit që shto me ndodhë. Jo, kjo ka ndodhë për shkak të neglizhencës time, për shkak të pakujdesis time, do thot kjo çështje ka ndodhë. Nuk është sprov dhe nuk është caktim i Zotit Gjallëshanuhu e Gjallë Gjallaluhu. Dashurit e mi, është pyet, a është ajo dënim, apo shlyrje e mëkatëv, apo ngritje në grada, sprova? A ju përgjigj. Nëse të godet një sprov, dhe ti zemrohesh, bjen depresion, po i thojnë beket gjuna asfaltume, thot atëherë për ty është dënim. Se të ka plon një sprov. Edhe ti e smun vetën, e mbyll vetën, e izolon vetën, nuk kujdesesh për vetë vetën, dhe anashkalon çdo kënd dhe çdo gjë, e mbyll vetë vetën, thot aja është dënim për ty. Nëse duron, thot aja është shlyrje e mëkateve për ty. Të ka plani një sprov. Mirë po ti duron,
është lyrje e mëkateve, por nëse je i kënaqur me atë çka ka caktuar Zoti për ty, atëherë është ngritje në grada të larta, edhe në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Të dashurit e me, sepse caktimi i Zotit ndaj nesh është drejtësi. Atë çka ka bën emën Zoti për neve është drejtësi. Pajtohuni me të, Zoti do të na ngrit edhe në këtë botë, po edhe të njëjtën kohë komo na ngrit edhe në shkallë të larta edhe në botën tjetër. Të dashurit e me, po du këtë mini bashkëbisedim zbashku me sjell një shembull që më ka pëlqyer shumë. Dhe është shumë i thellë që don meditim, por njëjtën kohë edhe praktik. Një punëtor, një nënpunës, e kishte marrë rrogën dhe i hip autobusit për të shku deri te shtëpia. Autobusi i mbushur me plot udhëtar. Me plot udhëtar i mbushur. Po në ato autobus ishte gjinde dhe hajduti. Dhe e vren që ky punëtori e ka marrë rrogën sot. Ju afrohet afër dhe ja vjedh kuletën, ja vjedh parët. Pas pak ka ardhur kondukteri, edhe po i kërkon me pagu fakturën, me pagu biletën, nxjerr po, nuk ka para. Nuk ka para edhe turpnohet fort. Njeri mirë o burr, me hyp pa bilet në autobus nuk ban vallaj, nuk ban. Po hajtë se sot nuk dal kontrolla. Po edhe nëse nuk del kontrolla, është gjëna, është mëkat. Edhe këtu edhe jashtë. Sepse nga njerë thujnë, edhe se shtetë nuk është i muslimanëve, kështu, ta shfrytëzojmë. Gjëna është edhe kjo. Për ta bë ata. Ftyra ju skoq nga turpi dhe gjuha ju dredhke, do i keme argumentu që unë parët i kom pas. Mirë po se që ndodhi nuk e di. Mirë po kondukteri e përqeshi fort. Dhe i tha, turp për ty, mendon se je i ndershëm dhe me vete nuk ke para as për ta paguën biletën e autobusit. Turp për tyje. Dhe fort undi në siklet ky person. Mirë po hajduti i ndëgjoj ke fjalët, çka po i thot kondukteri këtij pasagjerit. Këti udhëtarit, po i ndëgjon, edhe hajduti ko që u prek, dhe tha, vëlla, parat e biletës, pi thot kondukterit, parat e biletës këti zotriut i pagu jone. Nën punë si i ndershëm, këti që ju kish vjedh kuleta, shumë i ndershëm, busqeshi dhe po i thot hajdutit, Allahu të begatoft, Allahu të shpërbleft, Allahu i shtof njerëzit se kur ti. Subhanallah. Allahu i shtof njerëzit se kur ti. Disa pasagjerë të tjerë filluan ta lavdrojnë hajdutin dhe ta falenderojnë për moralin e tij të lartë, luteshin, Allahu të shpërbleft, Allahu të rujt, Allahu i shtof njerëzit se kur ti. Subhanallah. Dashurit e mi, që nga i moment, numri hajdutve është në rritje. Dhe akoma janë duke marrë falenderimin dhe vlerësimin nga njerëzit. Prof, i kemi në rritje sojin e hajdutve të tillë. Njerëzit janë të lutë, o Zot shtoj, o Zot ruaj. La ilaha illallah. Dashurit e mi, akoma kemi të këtill të shumt. E Allahu e shpërbleft këtë profesor i cili e sjell këtë shembull shumë praktik për jetën tonë. A i dini o burra se sa njeri është duke u lutën me i shtu njerëzit e këtill. Sepse nuk jemi duke e ditë.
Mos njeriu e ka këtë mundësi me të paraqit para edhe si me lajke. Njeriu gjithmonë është i prirë disa edhe me paraqit vetën edhe si viktim. Njerëzit gjithmonë janë të prirë një pjesë me paraqit veten edhe si shpirt bardh, edhe si shpirt mirë. Mirë po njerëzit ka ardhur koha me i njoftën nga një aspekt, nga një rrugë, nga një kaje tjetër. Jo do të thotë vetëm nga një rrugë, se pastaj po dëshpërohemi. Në moment kur po kemi mendu që na edhe të lutë, Zot, shtoj njerëzit sikur këtill, ata kur po dhezin keq, janë sikur do traktora që dhezin keq, edhe mja heka të klemat a i shkymat heq. Hala këta janë dhez, do thot, duke vepru edhe duke punuan. Të dashurit e mi, Muhammed el Ghazali, Allahu e mëshiroft, thot, ne e dua Muhammedin a.s. Dhe të gjithë ne e dua Muhammedin a.s. Zatën Muhammedin a.s. e dojnë intelektualet e mbar botës. Edhe ata që nuk janë musliman, bile ata që nuk janë musliman, e kanë radhit të parin. Mirë po një pjesë e muslimanëve që dy rreshta nuk i kanë lexuar për Muhammedin, e ofendojnë, e etiketojnë, e shantazhojnë, e përbaltojnë emrin e tij. Amo betohem në Zot se këta njerëz dy rreshta nuk i kanë lexuar për Muhammedin. Ata që kanë lexuar për Muhammedin nuk janë musliman heq, po në librat e tyre e kanë radhit të parin Muhammedin a.s. Ky është aja që e ban diferencën mes njeriu të ditur. Njeriu kur është i ditur, besoni që vlerëson edhe ata që nuk i beson. Vlerëson edhe ata që nuk është e vetja. Sa aja është i ditur, është si kur gjendja e një mësimdhënësit. Mësimdhënësi i cili me mund e ka bërë shkollën, me mund e ka bo shkollën, me merite ka kry shkollën, me merite ka kap ditarin në dorë, jo simpatizant partijak, me merite ka kap ditarin në dorë, e shfrytëzon çdo minutë të orës në shërbim të nxënësit apo studentit. Ai nuk lejon me dhon 500 pa merit. Tani të gjithë etiketohet, ky është e i vrash dhe ky nuk ban. O ai njeri mirë është. Ai ja ka frigën Zotit, se ka më mdenu Zotit, se ja ka më dhonë një vlerësim të pamerituar. Dashurit e mi, duni këta njerëz. Allahu një men i shtoft që ta që po thamune, që nuk e japin notën pamerit. Nuk e japin notën pamerit. E Allah i pakoft ata që janë të dhonë edhe doktoratura, pa shku as një dit do thëtë në fakultet. E Muhammedin a.s. thëtë, ne e dum, po me qka? E dum mas pari me mendje. Mas pari e studiojmë, kur ta studiojmë, ti mësojmë mësimet e ti, veprimet e tina, pastaj na zbresmi dashuri në zemër për ta, e njohemi pozitën e ti me studime të thella dhe jo me imitime të trashëguara. Jo me imitime të trashëguara. Syneti i ti janë veprat e ti dhe thënjet e tina. Edhe dhe është përkthimi i Kuranit nga kuptimi në realitet. Për këtë na e dojmë, do thëtë Muhammedin a.s. Pastaj vazhdan Mustafa Mahmudi, thëtë, a më dëgjën Allahu? Thëtë, po, përse nuk ma jep ata që po e kërkoj? Shumë njerëz kërkojnë në vazhdimsi, lutje, kërkesa, kanë ndaj Zotit, bile janë disa që në çdo namaz, 5 herë ndit jemi t'ja kërku Zotin, ndoshta dikush. Thëtë, Zoti a më ndëgjën? Pse nuk po ma jep që ata që jam duke ja kërkuën? Unë, thëtë, sepse mjeku ta jep ilaçin që të shëron, jo atë të cilin ti dëshiron. Shkon te mjeku, dikush e thëtë, doktor, ama që t'i ilaç, se dishka paketimi po më pëlqen, po me bo më t'a dhonë ata,
Ty dush me orë të hoxha, mi njëherë më të përcjell në tona. Jo ata që dëshiron ti, po mjeku ta jep ata që dëshiron ai vetë. Imi të thonë për mjek, se vëllai një pjesë e barnatorëve, sot me shku mi thonën, ama një helëm se du me myt vetin, thot, veç beri 7,5 €. Ta jep, kryesorja me bo shitje. Na imi të folë, do thot, për ata që kanë kredibilitet në jetën e tyre. Dashurit e mi, thot, Mustafa Mahmudi, vjen një moment për njerëzit e të vërtetës. Mendojnë se ata janë të çmendur. Subhanallah, kja në shkua. Njerëzit e të vërtetës, ju vjen ka njerë një moment, thot, mos jam mërë i çmendur, une. Me siguris, jam në regullon. I mirë ja të thonë, i meqmi ja të thonë sëtë. Dishka, kune problemi jam une, nuk janë do thot tjerët. Për shkak të paftyrësis, të tejskajshme dhe vetë besimit, me të cilin flasin njerëzit e të kotës. Njerëzit e të kotës, pa pik ftyre flasin. Pa pik përgjithësie flasin. Kanë vetë besim të madh në të kotën, edhe flasin. Thot ka njëherë, jam të dyshu, a jam unë e mirë më burë? Une po kam frikë nga njëherë me dalë, se po thamë, mos po gabaj më burë në i sen diçka. Për këtë është njëra nga duat e ulemave, thonë, o ju njerëz të mirë, s'po ku bile ta keni besimin në të vërtetën, aqë so besan, aj i të kotës në të kotën. Bile qash bet kish fuqi, nga njëherë na nuk po e kemi besimin e të vërtetës, për të vërtetën, sa e ko i keqi për të keqen. Qash nas po e kemi? Dashurit e mi, unë e mendoj edhe besoj fuqeshëm se ligjërimi ynë duhet me pësu ndryshim. Nuk duhet të jetë një ligjërim sa për ta mbush minutazhin dhe nuk duhet të jetë një ligjërim që ua kput kam të njerëzve, që ua humb shpresën njerëzve, që ua mbyll njerëzve rrugën, mirë po që ju hap diapazone të gjëra për jetën, ua mëson thelbin njerëzve të mirën dhe për të mirën. Dikush na servon ajete kuranore me kubik. Dashurit e mi, ka nevoj edhe kur do thot me u servuan. Ka nevoj edhe kur do thot me u servuan ajetet e Kuranit dhe kujna do thot me jadhan. Të dashurit e mi, sa madhështore është kjo fe dhe kjo udhëzim në Allahun. Jo çdo debat duhet më u fitu. Jo çdo fyrje kërkon përgjigje. Ju lutëm, dashurit e mi, ju lutëm. Jo çdo debat duhemi me fitu. Jo, absolutisht. Fitimi disa debateve flet për ignorancën tonë. Ndaj dikujt, mos u krena që fitova. S'ke fitu asgjë. Asgjë s'ke fitu, ndaj dikujna. Sikurse, jo dhe çdo fyrje duhet mu kundër përgjigj më burr. Pse mi u kundër përgjigj çdo fyrjes? Jo çdo shoqëri është e destinuar të vazhdoj. Dhe që do e pas mi pasun e të jabur, këtë shimi kemi mu përshëndet, dush mu kap me një shok tjetër, dush mu kap. Islami nuk të mëson të bëhesh si ata, nuk të mëson të kthesh të keqen me të keqe, të mëson diçka më fisnike, të largohesh me edukat, të largohesh pa ofendime, të largohesh pa e ullur dinitetin tënd, pa u bërë pjeset njëjtës sjellje që të lëndon, që të lëndoj. Ndonjëherë përgjigja më e fortë nuk është fjala e fundit. Ke pa disa, jam të prit me ja dhon fjalën e fundit, ai ta çangishtin e trishtane. Jam të prit ballafaqimin me ta. Ku po e lojnë atakimin, në cilin televizion po dën me dalën, Ekni bre pe këtyve njerëzve. Amani ju kofta.
Ndonjëherë përgjigje më e fortë nuk është fjala e fundit, për largimi me dignitet. Hesh nuk ka nevojë dove më ju kallëzuan që unë e mo me ty si jam shok. Hesh dove nuk ka nevojë me ju treguan, më ia thon fjalën e fundit. Hiç s'ka nevojë. Ai di cila fjalë e fundit është? Mos me i vepru veprat e tyre, mos me i pasu të këqijat e tyre, mos me qenë me i den e tyre, mos me u bon penges, mirë po me qenë pikë reference zgjedhësi problemeve, dashamirës pa shatë madhin zët. Valla bilat Allah. 1 milionerë më t'i dhonë. Nuk e kanë vlerën se sa më të përqafu dikush. Edhe me thonë, Allahu i shtuf njerëzit së kur ti. O valla bilat Allah. 1 milion bre, kom pas një xhamatli thë kjo i pare, Allah si e po pun t'i kryn. Po be, më nësh me kryn a i sen me që ata pun. Kur hajri nuk jashe. E dini që dojnë me shkrin zerra me qitën pasunin, vish me pas respektin e dikujna. Dashurin. Mirë. Kjo është pasunia më e madhe dashurit e me. Ju lutëm vlerësan e këtë. Ju lutëm vlerësan e këtë. Sepse morali ytë nuk duhet të mvaret nga sjelljet e të tjerëve, por nga udhëzimi i Allahut. Dashurit e me, 2 standarde një shoqëri. Kur adhurimi kritikohet, ndërsa shturja ngjitet në piedestalet më të larta. Ka një paradoks që përsëritet çdo vit. Kur besimtarët marrin rrugën për në haxh, kur besimtarët marrin rrugën për në haxh, e tash procedurat për haxh, po do të më kry një vit përpara. Një vit, pej tashtit ka fillu, kush ka dëshirë për më regjistru për haxh për 2027, veç tash do, dhe me 10 edhe përfundon, do thot krejt regjistrimi. Kur vjen koha për haxh, ngritën analista e gazetare, ani do të lagjëve, do të fshatrave, do që, do thot as shpia vetë nuk i dënë, apo kuptan, ja nisin të ta qitën llogarin, pse nuk i jep një 6.850 euro për shkolla, mirë po shkoni atje arabëve, po kush ti marraj be shkollat? Allah fazonat si kur te jam, shere ma gojnë mërburë. Ti si e konë as kur e kena marru shkollën, as kur e kena marru gjamiën, as kur e kena shti kanalizimin, as kur e kena reguluan qerdhen, as kur e kena ndërtu shtëpin e fshatit, as kur e kena reguluan rrugën, ti as kur si e konë pjesë e as një aksionit. Ta shti po më thue për hash, shuj bre pas zotin e nëmë. Ai problemin për e kam me do që s'pinja, se do që pinjone për jaftan ftyrë, bile para kamerës për jaftan mis, po kam derta. Kurse, kur është pyetja kur të vjen ai festivali Sony Hilli, kur të vjen 190 euro një bilet. Mbi 10.000 persona kanë marrë pjesë si vjet. Mas pari na i kanë dot ambientin. Me zhurmën e aty e fishlimave edhe asaj muzikës së çthurur. Na i kanë dot ambientin. Na i kanë dot ambientin me kanaçe. Na i kanë dot ambientin me livore bananëve. Na i kanë dotën ambientin me tym. Na i kanë dot ambientin me shtalba. Si të hongë shtalba aty. Na i kanë dot ambientin me gjitha. Tash komuna atje edhe 70-80.000 euro du të mi dhonën për pastrimin e ati vendit. Plus 2 milione diçka veç në bileta shpenzime. Ku nuk e pash, se sa të më interesu fort aja, ku nuk e pash një api qëtyja analistave, gazetarve, qëtyja lafatorve, të lagjëve, të katunëve, të qyteteve, një të thonë pse i hargjun 2 milion për 1 orë gjysë. Sa rrahja, sa e thermja me thikë, sa përdorja e drogës, e alkoolit, spitalet nuk i kanë zonën, ata do të thëtë aksidentumit, e të rahut, e të përgjakt, e asi, pse më reburë një nuk asit, për çka do shurit e me, pe përmeni, sepse ky popull ka shumë vlera. Unë po i thras të na i qesin be na i nanë tonën,
i cila i ka sjell në jetë 10 fëmijë apo 8 apo 12, është edukatore, krejt fëmijët kanë kry shkollën e mesme, fakultet, master, doktoratur, i ka martu me nerë, i ka eduku mirë, e dojnë, e respektojnë, janë bo të punësum, janë bo milionera, me nderë, me ndërgjegje. Pse më burë nuk e qitë një nëntë këtil, po e qitë një e këshirsha, dje e këshirsha, thëjke, 4 burra i kumë në ruan, me të 5 jam tash, mirë ato më shkuen, mirë, ato më shku fort mirë. Ka më të shkuën që të 2 mujtë e sa një hilit. Ka më të shku, sa apet ka vjeshta, edhe me këta ki mundohen. Pse më burë nuk na qëtë një dishkat poplit ton, që e kemi beo të mirë, sa e sa mjekun e mirë, sa e sa studentin e mirë, sa e sa biznismenin e ndershëm, sa e sa familjarin, sa e sa kontribut dhonësin e madh, sa e sa mërgjimtarin që fëmija tyve ma mirë po e flasin Shqipën edhe pse kanë lindën atje, sa e sa piktyve që po marrin kilometra, e po na vin, po na nderojnë, e po na respektojnë, e me mal po rrinë me neve, e me lët po na presin, e me lët po i përcjellmi. Pse më burë nuk qenë njerës të këtil, plot ashtë popli jonë me qësi. Ata dojnë me mbjellë shthurjen. Shthurjen, dojnë me mbjellë. Na imi të munu me mishë, me shpirt, me folë për feje, për adhe, për familje, për moral, për historie, për kulturë, që e kemi na shqiptarët. Allahu na përdor për hajrë dhe për të mirë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.